80% e punimeve për restaurimin e kishave në fshatin Voskopoj kanë përfunduar. Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare në Korçë aktualisht po vijon ndërhyrjet në kishën e Shën Nikollës dhe Shën Mërisë për të ruajtur vlerat që ato martin. Në kishën e Shën Nikollës po kryen disa ndërhyrje në klausonazhin e arkadës së saj, ndërsa te kisha e Shën Mërisë ndërhyrja po kryhet tek bazilika. Sipas drejtorit të Drejtorisë Rajonale të Kulturës Kombëtare Gjergji Koki, punimet kanë vijuar normalisht dhe po punohet me shumë kujdes në çdo pjesë të tyre, pasi janë objekte tepër të rëndësishme për trashëgiminë dhe kulturën tonë kombëtare. Në momentet që ne flasim, puna është realizuar deri në vlerën 80% në bazë të situatës që ne flasim tani. Dhe presim që në shtator, kur është dhe fati përfundimit të kontratës, të realizojmë të gjitha punimet e parashikuara në këtë kontratë. Janë parashikuar ndërhyrje mjaft kapilare, duhet të them, dhe mjaft kapitale në dy objekte, pra siç është kisha e Shëmërisë dhe kisha e Shënkollit. Sa i përket kishës së Shëmërisë në fakt, ku gati 80% e çatisë ka qenë e shembur dhe ne kemi themi mbajtur në këmbë me ndërhyrje shumë primitive për ta shpëtuar dhe për mos pasur probleme. Këto ndërhyrje zgjidhin njëre për gjithmonë pjesën e lagështirës, pra shpëtojnë objektet, ruajnë vlerat e këtyre objekteve në brendësi, dhe më pas, menjëherë pasi të përfundojë ndërhyrja në arkitekturë dhe restaurimi kapital i këtyre objekteve, ne kemi parashikuar dhe kemi gati projektet presim vetëm financimin për ndërhyrjet në pikturë murale. E rëndësishme për Kokin është dhe fakti që me rehabilitimin e rrugës mund të vizitohet dhe kisha e Shën Ilias, e cila tashmë është e aksesueshme dhe pritet që të rritet fluksi i vizitorëve të interesuar për të njohur me këto objekte. Them që me rehabilitimin e rrugëve në Voskopoj dhe me rehabilitimin e gjithë infrastrukturës, vendosja e ndriçimit, restaurimi i 4 kishave, për të parë dua të them që lidhet me rrugë normale, kisha e Shën Ilias, pra e profetit Ilia, e cila ndodhet në një largësi nga pjesa e fshatit, për të parë kjo aksesohet me rrugë, çka do thotë që ju jep turistëve mundësi për të vizituar këto vlera të jashtëzakonshme që kanë këto objekte. Gjithashtu ne kemi gjykuar që edhe manastiri Shëmprodromi, duke qenë se ajo është një vend pelegrinazhi dhe një vend ku kryen mjaft procesione fetare rite ortodokse gjatë gjithë vitit, kemi menduar që dhe aty të restauronin pjesën e konakëve, duke qenë se edhe ato kanë qenë duke u shembur. Punimet në këto kisha parashikohet të përfundojnë në fund të muajit shtator.